Pas kapjes së dhunshme të pushtetmbajtësit autoritar në Venezuelë Nicolás Maduro, Bashkimi Evropian ka këmbgulur me të drejtën e popullit të Venezuelës për vetvendosje. Kjo është një pikë hyçe për përpjekjet e Bashkimit Evropian për të mbështetur popullin venezuelian dhe për të kërkuar një të ardhme të qëndrueshme dhe demokratike për vendin. Përfaqësuesi i lartë të Bashkimit Evropian për politikën e jashtme Kaja Kallas theksoi në një postim në rrjetin social X: "E drejta e popullit venezuelian për të vendosur për të ardhmen e vet duhet të respektohet." Deklarata e Kallas mbështetet nga të gjithë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, përveç Hungarisë, e cila ka një qëndrim të ndryshëm ndaj krizës venezueliane dhe politikave ndërkombëtare që Bashkimi Evropian po ndjek. Një tjetër pikë e rëndësishme është se Bashkimi Evropian ka kërkuar një zgjidhje për të negociuar demokratike, gjithëpërfshirëse dhe paqësore për krizën që po përjeton Venezuela. Sipas një deklarate nga Bashkimi Evropian, bashkimi është në kontakt të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe me partnerët rajonal dhe ndërkombëtar për të siguruar që nën udhëheqjen venezueliane mund të gjendet një zgjidhje qëndrueshme dhe paqësore. Bashkimi Evropian ka shprehur angazhimin për të mbështetur një proces të negociatave që respekton plotësisht sovranitetin dhe të drejtat e popullit venezuelian, si dhe për të parandaluar përshkallëzimin e krizës që mund të dëmtojë më tej stabilitetin në rajon. Në këtë kuadër, Kaja Kallas theksoi gjithashtu rëndësinë e respektimit të së drejtës ndërkombëtare, një parim themelor për të siguruar paqen dhe sigurinë globale. Ajo bëri thirrje për luftimin e krimit të organizuar ndërkombëtar dhe trafikimin e drogës, të cilët janë kërcënime të mëdha për stabilitetin e Venezuelës dhe të rajonit. Megjithatë, Kallas gjithashtu e theksoi se këto sfida mund të adresohen përmes bashkëpunimit të qëndrueshëm dhe me respekt të plotë për integritetin dhe sovranitetin territorial të Venezuelës, si dhe për të garantuar që veprimet ndërkombëtare të mos dëmtojnë pa qëllim popullsinë e vendit. Një tjetër komponent i rëndësishëm i politikës së Bashkimit Evropian ndaj Venezuelës është mbrojtja dhe respektimi të drejtave të njerëzit. Kallas u shpreh se ky është një moment kritik për Venezuelën dhe se çdo shkelje e të drejtave të njerëzit, veçanërisht ato që lidhen me persekutimin politik dhe shkeljen e lirisë së shprehjes, duhet të ndalohen menjëherë. Në këtë kuadër ajo kërkoi që të gjithë të burgosurit politik që ndodhen aktualisht në Venezuelë të lirohen pa kusht. Ky apel është një nga elementët më të rëndësishëm të qëndrimit të Bashkimit Evropian, që synon krijimin e kushteve për një shoqëri më të lirë dhe demokratike në Venezuelë. Për më tepër, shtetet anëtare të Bashkimit Evropian po punojnë ngushtë së bashku për të garantuar sigurinë e qytetarëve të Bashkimit Evropian, përfshirë ata që janë të ndaluar ilegalisht në Venezuelë. Bashkimi Evropian ka ndërmarrë hapa për të mbrojtur interesat dhe të drejtat e qytetarëve të tij, ndërkohë që ka mbajtur një linjë të qëndrueshme për të mbështetur stabilitetin dhe sigurinë ndërkombëtare nëpërmjet angazhimit diplomatik dhe veprimeve të koordinuara. Në përpjekjen e tij për të ndërmarrë veprime konkrete, Bashkimi Evropian ka bërë thirrje për një dialog të gjerë dhe gjithëpërfshirës që përfshin të gjithë palët në krizë venezueliane, përfshirë përfaqësuesit e opozitës, shoqërinë civile dhe aktorët ndërkombëtar. Kjo është e domosdoshme për të krijuar dhe një të ardhme paqësore dhe të qëndrueshme për Venezuelën dhe për të shmangur një përshkallëzim të dhunshëm që mund të ketë pasoja të rënda për popullin e këtij vendi dhe për rajonin në tërësi.